Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahum jalla wa ala, falenderojmë, salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasoj. Vazhdojmë edhe pak me betejën e Bedrit. Gjithsesi kemi mbet në rënditjen e safeve të muslimanëve në namazin e sabahut të ditës së xumat të 17 Ramazan të vitit të dytë të hijretit, në ditën në të cilën do të ndodhë dita e Bedrit. Treguam që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam pasi qëndroi në këmbë duke bërë namaz nate, u zgjua vet i pari, ose ishte i zgjuar dhe i zgjoi sahabët e tij radhiyallahu ta'ala anhum duke ju thënë: "As-salatu ya ibadallahi." Namazi o ju rob të Allahut xhella xjalaluhu. Më pas e falën namazin dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam pas namazit i lajmëron sahabët për vendndodhjen e ushtrisë së Qurayshve. Dhe po ju thot, pas çasaj kodre gjendet ushtria e mushrikëve të Mekës. Dhe realisht, pas pak minuta ose pas një kohë të shkurt, vetë se ushtria e Qurayshve në krye me prijesit e tyre do të duket në luginën e betejës së Bedrit, dhe muslimanët do ta shohën për spari herë ushtrinë e përgatitur të Qurayshve. Pasi pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam përfundon namazin e tij, fillon tashmë me implementimin ose zbatimin e strategjisë së tij ushtarake, të cilën e kish parapa ai dhe shokët e tij. Kështu që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam radhit safet e sahabeve sikurse i radhiste ata në namaz. Andaj secili që este pak përpara, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i thoshte s'mbrapsu, dhe kush qëndronte prapa i thoshte pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam dil përpara në vendin tënd. Kështu që vetëm zbatonte atë të cilën ua kishte mësuar sahabeve të tij në përditshmërinë e tyre nga jeta, disiplinë të sahabëve të pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam. Dhe gjatë radhitjes së safeve, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam përpos fjalëve ndonjëherë përdorte një shkop të holl, me të cilin e prekte ushtarin ktheu prapë ose dil përpara. Derisa pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam me shkopin e tij do ta shpon një prej sahabeve i cili quhej Sewad ibn al-Ghaziyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe Sewadin pasi e shpon pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: "S'mbrapsu o Sewad, ose hyn qëndron vendin ton to Sewad." Sewadi i thotë: "O i dërguari i Allahut, më shkaktove dhimbje, ndërsa Allahu xhella xjalaluhu të ka dërguar me të vërtetën dhe të ka dërguar me drejtësi. Dhe unë e du hakun tim. Pasi që ti më ke marr hak, do me thëmë ke shkaktu diçka e cila mu më ka shqetësu." Thot: "Fekeshef e nebiu sallallahu alaihi wasallam an batnihi wa qal." Pas asaj pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam shpalosi barkun e tij dhe tha: "Merë hakun tënd ose wat. Merë hakun tënd. Unë jam pejgamberi Allahut, prijesi i shtetit, komandant ushtarak, megjithatë pa hak të kam shkaktu dhimbje. Pa hak." A e paramendon një prej prijesve tonë këtë situatë ku njerëzit kanë nervoz, kanë shqetësim, niveli adrenalinës është maksimum, edhe del njëri i thot: "Ma ke bë kët. O vlla, hesht e shu, qëndron vendin tënd." Ja, pejgamberi Allahu nuk i thot: "Tamam, kom shkaktu dhimbje, po, merr hakun." Kjo është trupi im. Ma pas pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam shpalos barkun e tij dhe Sewadi radhiyallahu ta'ala anhu hudhet dhe e pudh barkun dhe lëkurën e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam. Tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Ma hamalaka ala hadha ya Sewad?" Çka të çoi ta bësh këtë o Sewad? Tha Sewadi radhiyallahu ta'ala anhu: "Ya Rasulullah, ti po e sheh se në çfarë gjendje jena dhe ku është të shku situata." Do të thonë situata është të shku drejt luftës. Edhe doja që ndoshta gjëja e fundit në të cilën do ta kem nga raporti jem me ty në këtë jetë është që lëkura ime ta prek lëkurën tënde sallallahu alaihi wasallam. Kështu që pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam bani dua për Sewadin radhiyallahu ta'ala anhu, që Allahu t'i jep mirësinë në dynjë dhe në ahiret. Më pas pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam ju jep disa
çështje të cilat janë të rëndësishme, po janë plotësuese, megjithatë janë të rëndësishme dhe nxjerrin në pa bindjen e sahabeve ndaj urdhrit pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam dhe kulturën e përgjithshme të tyre në disiplinë, se ne jemi ummet i disiplinës dhe se ne i bindemi prijesit ton, sidomos këtij njeriu, pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam po ju thos sahabeve, asnjëri prej jush mos të lëvize dhe të mos bëjnë ndonjë lëvizje lufte përderisa unë t'jap leje. Afrohet armiku, sa afrohet, largohet, nuk largohet, ai është problemi im. Problemi i komandës. Andaj thot Enesi radiallahu ta'ala anhu, tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, të mos lëviz askush prej jush ndaj askujt dhe ndaj asgjëje përderisa unë t'jap leje. Disiplinë e plot. Sahabet, sikur se me qenë dru, asnjëni nuk lëvizën. Edhe pse do ta shohim se ushtria e armikut do të sulmon me vruka ato. Ne jemi tu fol për një ushtri, e cila është përballet me një ushtri e cila në numër është 3 fishi sikurse këta. Pas asaj, këto ka 1 kal, këto ka 100 kuaj. Edhe numër të deveve që Allahu e di sa kanë pat. Dhe këto të gjithë do të sulmojnë. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam po i thot asnjëni mos lëvizë, derisa unë ta jap komandën. Lëviz atë lëviz. Më pas thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam që secili prej jush t'jeti gaditur që gjuhën me shigjeta. Mirë po edhe gjujtja me shigjeta duhet t'jetë, do me thonë, në mas që t'keni numër të shigjetave të mjaftueshme, sepse ne nuk jemi të përgatitur aq sa duhet që të përballemi me këtë armik. Andaj thot, do të presim deri në momentin e fundit. Pasi që unë t'jap komandën për sulm ose për kundër sulm, atëherë ju do t'udhni me shigjeta dhe do t'jeni të kujdesshëm me shigjetat tua. U atërek varejtin i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe Kurejshet pasi e kalojnë natën në vendin që e treguam, tashmë pas namazit sabahut dalën ngadalë, po lëshohen në luginën e Bedrit ose në vendin ku do të mbahet betejë e Bedrit. E pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam po ju tregon sahabeve çe ku janë Kurejsht. Çe këto për cilët jemi tu fol. Nuk është karavani i Abu Sufjanit. Tashmë kemi dalë me një lugin ku ne dhe ato jemi të përgatitur për luftë. Andaj tha pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam thënien e tij të famshme: Allahumma hadhihi Qurayshun bi khuyalaiha wa fakhriha. O Allah, ja ku janë Qurayshët me krenarin edhe me arrogancën e tyre. Ja ku janë Qurayshët me krenarin dhe arrogancën e tyre. Të sfidojnë ty dhe përgënjeshtrojnë pejgamberin tënd. Kto këndalën luftë o Allah për të sfiduar ty dhe për ta përgënjeshtruar pejgamberin tënd sallallahu alaihi wasallam. O Allah, nasraka alladhi wa'at. O Allah, atë fitore që ma ke premtu. Ku e ka premtu Allahu? Në thënien e tij wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn. Kur Allahu juve ju premtoi njërën nga 2 gjërat. Ja karavanin, ja fitoren luftë. Tash pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk thot tamam, Allahu ka premtu u kry puna, ne dalim luftë fitojmë. Jo. Allahumma nasraka alladhi wa'at. O Allah, atë fitore që ma ke premtu. O Allah, shkatroj këta në këtë mëngjes. Bën dua për veten dhe bën dua kundër armikut të tij. Në këtë situatë, Qurejshet dërgojnë një njeri i cili quhet Umair ibn Wahbin al-Jumahi, i cili është në krye të një grupi vëzhgues të Qurejshve që ta vëzhgon lëvizjen e ushtrisë së muslimanëve dhe të numëron ushtarët e tyre, po që se ka mundësi. Kuptohet se ai nuk mund të afrohet deri tek ata që t'i numëroj. Mirë po, vëzhguesit kanë metodat dhe mënyrat e tyre se si e vëzhgojnë dhe se si e numërojnë ushtrinë e armikut. Kështu që ky Umairi del edhe konstaton që numri i ushtrisë së muslimanëve sillet diku rreth 300 persona. Dhe kjo është numrimi sakt në vijat trash. Dhe ju thot atyre janë diku 300 burra. Ndoshta pak më shumë ose më pak. Por më lejoni të kontrolloj nëse ka ndonjë prit, ndoshta ato kanë dalë 300, po ka një 200 atje, e një 300 me një vet tjetër. Unë nuk e di, unë i kam pak të 300. Thot më lejoni qof mos ka ndonjë prit ose mos është e gjithë kjo një skenar të cilin e ka bë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, kjo ushtria e Qurejshve të hyjnë prit dhe pastaj t'i sulmojnë një numër i madh i muslimanëve. Andaj del ky Umair ibn Wahb al-Jumahi
dhe vëzhgon për zdytje herë ushtrinë e muslimanëve dhe kthehet. Thotë ju burra, nuk ka prit, as nuk kanë ndihmë, vetëm këto 300 janë. Megjithatë ai thot disa fjalë tepër të rëndësishme, të cilat do të zënë vend në zemrat e disa prej prizve të Kurejshve. Thotë kështu: nuk gjeta asgjë, do me thonë prej ndihmës edhe numrit më të madh. Por pash o ju Kurejshit, se këta njerëz janë bela që bartin me vete vdekjen mbi supe. Janë bela që bartin mbi vete vdekjen mbi supet e tyre. Devet e Jethribit bartin helm vdekje prurës, ka për qëllim kë, ensarët. Devet e Jethribit bartin me vete helm vdekje prurës. A nuk i shihni? Heshtin, sahabet s'folin. Shikojnë armikun prej largu, asnjëni nuk folën, asnjëni s'levizën. Disiplinë plot. Thot, a nuk i shihni? Janë duke hesht, nuk flasin, i lëpin buzët e tyre sikur se gjarprit. Kështu i përshkruan sahabet. Sahabet i kanë lëpi buzët sikur se janë duke prit takimin çdo moment me armikun. I lëpin buzët e tyre sikur se gjarprit. Pasha Allahun, thot ki Umeiri. Nëse mendoj se do të vritet ndonjë prej tyre, ai do të vret ndonjë prej jush. Një prej tyre, një prej jush. Ato janë 300, ta dini se minimum 300 prej jush do shkojnë. Atëherë thot ki Umeiri, e nëse ju vrasin aq sa janë ata, çfarë mirësie do të mbetet nga jeta pas kësaj? Ku është mirësia tina në luftën e madhe? S'ka mirësi. 300 me i vra ato, shkoj pari e Kurejshve. Sepse Kurejshet tash këndal me 950 veta, diku 1000 veta. E po e vranë ato 1/3 të ushtrisë dhe vriten krejt. Thot, çfarë mirësie ka jeta pas kësaj? Thot, po ju e dini, vendosni vetë. Unë jam vetëm vëzhgues, unë përcjell lajmin. Vendimi nuk është në dorën time, është në dorën e komandës ushtarake. Hakim ibn Hizami i dëgjon fjalët e këtij Umeirit. Edhe e kupton seriozitetin e situatës. Për këtë shkak shkon te Utba ibn Rabi'a, Ebul Walidi. Ebul Walidi është prej krerëve të Kurejshve. I shtyr mosh, me autoritet, larg pamës, i urtë në aspekt njerëzor. Dhe Hakim ibn Hizami i thot: ja Ebul Walid, a nuk i dëgjove fjalët e këtij? Thot, i dëgjova. Thot, po ju për çka keni dalë në luftë? Familja jot, kabilja jot, për çka keni dalë në luftë? A nuk keni dalë që ju të hakmerni për gjakun e Amr Hadramiut? Thot, po. Po thot, o vlla, paguaj ti gjakun tënd, gjakun e ti dhe pasurinë që ja kanë marrë muslimant në ekspeditën e Abdullah ibn Jahshit. Ekspedita e Abdullah ibn Jahshit e ka vrarë këtë Amr Hadramiun. Ka qenë i vrari i parë prej Kurejshve. Edhe kjo do me thonë ka qenë ajo e cila kanë nxit Kurejshet që dalin si hakmarrje për të. E i thot Utbes, familja jot, kabilja jot janë aleat me kabilën e Hadramiut. Paguaj ti gjakun e ti dhe thoju familjes së ti që unë marr përgjegjësi pse s'dolëm në luftë. Edhe unë e paguaj gjakun e ti dhe e paguaj pasurinë të cilën e kanë marrë muslimat. Thot Utba ibn Rabi'a, ashtu e bëj. Unë e paguaj gjakun, edhe unë e marrë përgjegjësi pasurinë të cilën ata ja kanë marrë. Ama, i thot Hakimit, shko tek te Ebu Gjehli. A e qunë Ibnul Hanvalije, kështu e kanë quajtur Ebu Gjehlin. Shko tek Ebu Gjehli, nga se nuk njoh njeri i cili ka mundësi që të shkaktoj konflikt tek ne, sikur se mund të shkaktoj Ebu Gjehli. Shko tek ai, kallzoj para prakisht se çfarë është ndodh. Thot Hakimi ibn Hizami, tamam. Shkon Hakimi te Ebu Gjehli, ja kallzon lajmin, mirë po Ebu Gjehli. E del Utba ibn Rabi'a Ebul Walidi te populli i tij, te kabilja e vet. Dhe po ju thot atyre: o popullim, duke qenë mbi devën e tij, o popullim, po shoh një popull të cilët janë të gatshëm për vdekje, flet për musliman. Këto janë të gatshëm të vdesin. Wa fikum khair, ndërsa ju keni mirësinë mesin tuaj, për çka të vdesin? Për çka kemi dalë ne? Tash ai mundo që të stimuloj arsyen mesin e tyre. Ju për çka keni dalë? Ju keni dalë të hakmerni gjakun e Ibn al-Hadramiut. Po tamam, që unë e paguaj gjakun e tij, edhe unë e paguaj pasurinë e tij. Unë jam më i pasur në mesin tuaj.
Vazhdon dhe thot Utbe, ju nuk mund t'ju afroni atyne, dhe ndër ju kanë, mesin tuj ka njerëz të mirë, hidheni sot fajin mbi mua, unë jam fajtor, dhe thoni, gjithë ju, Utbe është frikacak, nuk është trim, ndërsa ju mirë e dini që unë nuk jam më frikacakin mesin tuj. Ky është burr i shtyr në mosh, i cili e ka dëshmu veten e tij në luftë. Po thot sot, okay, thoni që unë jam frikacak. Nuk prish punë. Unë e marr fajin mbi supet e mia. Nuk prish punë. Duke fol Utbe ibn Rabi'a, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e sheh këtë skenë prej largu. Dhe thret Aliun radhiyallahu ta'ala se këtu është pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në çadrën e tij, këtu është ushtria e muslimanëve, këtu është ushtria e mushrikëve. Mes pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ushtrisë së mushrikëve është ushtria e muslimanëve. E pejgamberi i thotë Ali, Aliut radhiyallahu ta'ala, o Ali, thot afro, thirr më Hamzën. Edhe Aliu zbret te ushtria, thot Hamzës thret pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Po i thot Aliut, pyete Hamzën, kush është njeriu mbi devën e kuqe? Kush është ai i cili është tu fol me mushrikët? Dhe thot pejgamberi Allahu, in kana fihim khair, nëse ato kanë ndonjë pik khairi, një pik mirësie, atëherë ka mirësi tek ai i cili është mbi devën e kuqe. Kush është ai? Utbe ibn Rabi'a. Nëse të dikush mesin e tyre tash ka khair, ai është Utbe ibn Rabi'a. Më pas vjen Hamza dhe afrohet te pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe i thot pejgamberi Allahut, ja Hamza, kush ishte ai mbi devën e kuqe? Thot Utbe, Ebul Walidi. Sa për informat vëllezër, Ebul Walidi, njënin djalë Walidin e ka për krah ti, është për krah ti. Tjetri djalë, kush është i ti? Ebu Hudhejfe. Apo? Ai ku është? Ka në muslimanëve. A njënin djalë e ka me veti, tjetrin e ka në muslimanëve. Edhe ai e shes, edhe ai është i gatshëm që ta luftoj babën edhe vllahun e tij. E sheh. E thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, o Hamza, kush është ai? Thot është Utbe ibn Rabi'a. Thot dhe çka thosh te ushtarëve të tim? Çfarë tu fol? Tha po ju thot atyre që të kthehen dhe mos dalin në luftë. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ju bën me ishare të tjerëve. A nuk ju thash? Po që se në mesin e tyre ka khair, është e ky njeri i cili është mbi devën e kuq. Mirë po, pasi e thot këtë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, në taborin e mushrikëve kush flet? Faraoni i këtij umetit, Ebu Xehli. Apo? Ebu Xehli nuk mund të lanë një situatë të tillë. Dale pa me pat ai gjurmët e tij anë. Sepse ai ka guxim, sepse ai ka autoritet dhe sepse ai ka qëllimin dhe vizionin e tij çka don të bëje kundër muslimanëve. Pasi dëgjon Utben, i cili është i shtyrë në moshë dhe me shumë autoritet tek Kurejshët, thot Ebu Xehli, ti po e thu këtë, pasha Allahun të kishte qenë dikush tjetër, e kisha prej. Të jetu e thonë këtë muhabet. Kishte qenë dikush tjetër, e kishin kry moti këtë punë. Por ama thot, ti ka mbushur frika mushkrit. Kjo është thënie arabe për atë i cili i ka hi frika në palc, thot pas ka mbush frika, krejt. Më pas thot Ebu Xehli, si kërse ka thonë Ibn Ishaku transmetimin e tij, ka thonë Ebu Xehli, pasha Allahu, ai është fryr nga frika kur pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Jo, pasha Allahu, nuk do të kthehemi derisa të gjykoj mes nesh Allahu, derisa të gjykoj Allahu mes nesh dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Më pas Ebu Xehli e ndron pak atë frazën e parë që e thot që ki është frikacak. Thot ja, jo nuk është frikë, thot. Po është fakti që e pa ushtrinë e Muhamedit se është kafshat e lehtë për ne dhe në mesin e tyre e ka djalin. Nuk është frika për veten, është frika për kë? Për djalin e tij. Andaj ka frikë që të luftoj kundër atyne. Në këtë debat mes Utbes edhe Ebu Xehlit, Utbe e shan Ebu Xehlin dhe i tregon që ti je njerë pa përvojë, i cili nuk shikon vetëm se interesin e vete, me do fjalë tepër tranta të cilat nuk du, dhe me thënë që ti thon mesin tuaj. Më pas Ebu Xehli e sheh se ushtria e tyre është ndarë në dy tabore. Një pjesë e cila don ta pasojë Utben dhe një pjesë e cila e pason Ebu Xehlin don të shkojë në luftë deri në fund. Po si me nxit situatën? Utbe ka autoritet, i kujtohet Ebu Xehlit.
dhe e sjell vllaun e Amr Hadramiut, ai është Amir ibn al-Hadrami. Dhe ai të cilin e ka vrarë ekspedita Abdullah ibn Jahshit, i thot këtij ja Amir, o Amir, dil përpara ushtrisë dhe bërtit, vlla jem, vajto parat. Vlla jem është vra nga këto, ndërsa ju doni të ktheheni. Edhe del vllau i Amr Hadramiut dhe bërtet dhe vajton dhe qan dhe shket teshat e tija dhe përsëri e nxit ushtrinë e Kurejshve kundër pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në çdo shoqëri ka Abu Jehel. Në çdo shoqëri. Dhe në momente, shpesh në momente ku ekziston me të vërtet luftë mes asaj e cila është logjike dhe racionale dhe asaj e cila është e mbushur me emocione, ka njerëz të cilët i mbushin emocionet të njerëzve në këtë formë, sikur se ka bëu Abu Jehli. Ka dalë vet, ka fol, ka fy, ka ofendu, ka dhënë analizat e tija, më pas ka thënë ja, s'mjafton kjo. Deri në fund, ka sjell këtë njeri, ka thënë vajto vlla, vajto për vllaun tant. Ato e kanë vrarë vllaun tant. Ban vamedije se mund të jesë vllau i tyne. Dhe ka dalë Amir ibn al-Hadrami dhe ka vajtu, e ka qaf vllaun e tij, derisa i ka mbush Kurejshet me urrejtje kundër pejgamberit Allahu. Se në këtë situatë pak duhet, se ne jemi përballë njëri tjetrit, nuk jemi me qindra kilometra, po kush del në luftë? Jo. Ne jemi fush betejë. Vetëm duhet një shkëndi e vogël. Dhe kjo shkëndi ta ka dhe luftën mes të dy palëve. Kështu që kur e sheh Utbe situatën, thot, kryj punë. Në luftë shkoj. Nuk pret që ata të thonë luftë. Ai e sheh reagimin e ushtrisë së tij. Thot, gjithë dalin në luftë. Këto fjalët e Abu Jehlit nuk do të ndikojnë tek ushtarët e thjeshtë, do të ndikojnë tek Utbe, derisa thosë mu më qun frikacak, mu më qun se un kam frikë dal në luftë kundër xhalit tim, do ta shohësh ti dhe të gjithë ata që janë me ty se kush është frikacak sot. Dhe do ta shohim çfarë do të bëjë Utbe. Për këtë shkak vëllezër, këtyre njerëzve si Abu Jehli s'bën me ju dhon hapësirë. Edhe pse ndonjëherë mesin ton duket më të mençmit. Ki ka përvojë. Ki ka kontakte. Po ai i cili nuk mendon logjikisht dhe nuk ja di motivet dhe qëllimet, do të jemi të kujdesshëm me atë. Se ai na fut në gjëra pasojat e së cilave i di vetëm Allahu te bareke ve teala. E siç kurse thash, në çdo shoqëri ka një Abu Jehel, ose Abu Jehel kufri, ose Abu Jehel gjunahi. Edhe pse edhe kufri është gjuna, apo? Po nuk bën njerëzit t'jenë kjo ushtri e cila e pason Abu Jehlin. As nuk bën t'jenë ky Utbe, i cili ka fol, ka qenë advokat i drejtësisë deri në momentin kur ka gjetë rezistencë. Kur gjeti rezistencë, e la drejtësinë, kur gjeti rezistencë, e la gjuhën e racionalitetit dhe filloi të mendoj sikur se mendon e gjithë turma në krye me Abu Jehlin. Më pas tregon Ibn Ishaku duke thënë: u afru ushtrit, musliman që ndrojnë vend, Kurejshet kanë zbrit në fush betej dhe në mesin e tyre del një burr i ashpër, me sjellje shumë të keqe, arrogant, krye lart, i cili betohet në Allahun dhe zotohet dhe thot: pasha Allahun, do të pi ujë te bunari që është ushtria muslimanëve, pas ushtrisë është bunari. Do të pi ujë te bunari i tyne, ose do të vritem duke u mundu për të pi ujë. Ja do të pi ujë, ja jetën do ta jap duke u mundu për trimëri o vëllezër. Po është arrogant, është qafir, është mushrik, i ka gjitha të këshijat, ka dalë luftë kundër pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, por ama për ne duhet të jenë këto një lloj inspirimi. Edhe ky Abu Jehel, si ka mundësi o vëlla, që një njeri me gjithë këtë devijim tjetë kaq i vendost në luftimin e Allahut dhe pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ne mos jemi të vendost në luftat e vogla që i kemi me shejtanin në jetën tonë. Na ikë namazi, na dale një sharrje, na dale gibet, na dale mashtrim, na dale tradhti, na dale të na lëshoje syri aty ku nuk bën të lëshohet syni e kështu me radhë. Hub një betejë dhe hub të dytën dhe hub të ky qafir ka qenë vëlla. Faraoni i këtij umeti i vendos në kufrin e tij në luftë kundër pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Më pas del ky burr
i cili ishte vllau i Ebu Selemes. Ebu Selemen e kemi përmend, ka qenë prej sahabëve i cili ka bëu hijretin e parë, pastaj ka bëu hijretin e dytë, radhiyallahu ta'ala an, dhe ndron jetë. Dhe bashortën e tij marton kush? Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, Ummu Seleme radhiyallahu ta'ala anha. Ky është kunati i Selemes. Al-Aswad ibn Abdul Asad al-Makhzumi, i fisit të Ebu Gjehlit, del me arrogancën e tij dhe hudhet drejt ushtrisë së muslimanëve, prapas së cilës është bunari, pusi, që të pi ujë për ta nxit ushtrinë e Kurejshve që dalin luftë. Edhe e pret luani Allahut xhelle xhelaluhu. Hamze ibn Abdul Muttalib, jo dikush tjetër. Hamze nuk ka qenë fëmijë, as nuk ka qenë 20 vjeçar, burr. Do me thonë, kur them burr, do me thonë njeri i cili ka kalu 5 vjetat e jetës së tij. Po në trimëri dhe në ashpërsin luftë si me qenë një 30 vjeçar, 25 vjeçar. Hamze del radhiyallahu ta'ala anhu dhe e pret me shpatë dhe ja pret kamën. Dhe bjen ki Makhzumiu për toke dhe e shes se ka gjakderdhje të madhe, me gjitha atë vlezër. Me këtë gjakderdhje, thot do ta çoj zotimin që e kam dhënë Allahu dhe para ushtrisë time. Dhe vazhdon ashtu për toke, duke e kreft trupin e tij, me kame me duar, drejt bunarit, thot do ta çoj në vend zotimin e tij, derisa e pret shpata e Hamzës radhiyallahu ta'ala anhu, dhe ky është i vrami i pari mushrikëve në betejën e Bedrit. Pas kësaj vritet ky njeri dhe muslimant gëzohen me vendosmërinë e Hamzës dhe trimërinë e tij, që elhamdulillah që në mesin ton kemi një burr sikurse Hamza. Allahu i shtoft në mesin ton Hamza, e në Omerat, e në Ibn Mes'udat, e në Ebu Bekrat, e në njerëzit të cilët shembulltyr në jetën e vet. I kanë këto burra, nuk i kanë këto burrecat që i shohim sot. Prej futballerave, ene prej influencerave, ene prej këtine, atine, jo. Këto duhet jenë shembulli jonë, të rritur dhe fëmijë, burra dhe gra. Këto duhet jenë shembulli jonë. Këta janë shembull për çdo gjenerat të muslimanëve. Nga koha që ka ardhur pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam derisa doi Allahu xhelle xhelalu. Më pas Allahu xhelle ala përshkruan një përshkrim interesant në librin e tij për momentet e para të pamjes së ushtrive të njëna tjetrës, kur e kanë pa ushtrit njëna tjetrën. Allahu përshkruan ndjenjat e tyre dhe përshkruan diçka e cila është e veçantë për të dy ushtri, po thamë ne, do ta përsërisim, që mund të përsëritet përsëri nëse ushtritë e muslimanëve janë në drejtë të devotshmërisë dhe disiplinës, sikur se ushtria e sahabëve të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Fa Allahu jalla wa ala. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafira. Fa Allahu ju keni ajet, ju keni argument të qartë në dy grupe të cilat u takuan në luftë. Njëri grup lufton në rrugë të Allahut, ndërsa tjetri grup qafir. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafira. Ndërsa grupi tjetër mosbesimtar qafir. Thot Allahu xhalla xjalaluhu: "Yarawnahum mithlehim ra'y al-'ayn, wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha." I shihnin ata si dy fishi i tyre me sytë e veta dhe Allahu ndihmon këtë doj prej njerëzve. Allahu ndihmon këtë doj prej njerëzve. E ky ajet çfarë do me thënie ka? Është shumë e rëndësishme që ky ajet të kuptohet kontekstin e duhur, që mos të përzihet me një ajet tjetër të cilin do ta përmendim dhe themi që jo, ky ajet kundërshton këtë ajet. Ja, është shumë e rëndësishme. Allahu tha, për ne kemi argument të dy grupe. Njëri grup besimtar dhe tjetri mos besimtar. Ky lufton në rrugt Allahu xhallahu ala, yarawnahum mithlehim ra'y al-'ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. I shihnin me syt e tyre sa dy fishin e tyre. Kush ka e sheh dy fish? Allahu alem, mendimi më i vërtet i kuptimit të këtij ajetit është kështu. Do me thënë, ju o besimtar, i shihni mushrikët si dy fishin e numrit tuaj. Ju o besimtar, i shihni mushrikët si dy fishin e numrit tuaj. Sa është numri juaj? 320.
po të themi, sa jeni tu pa ju? 640. Yarawunahum mithlejhim, i shohën sa dy fishi i tyre, ra'yel ayn me sytë e tyre. Edhe pse ata në realitet sa janë në numër, janë 3 fishi, apo? Ato janë 3 fishi jonë, po nëse i shohim sa 2 fishi jonë. Pse Allahu bëri që ato t'i shohën sa 2 fishi i tyre? Nga se Allahu Gjellu Ala ka thonë që nëse 10 prej besimtarve janë, sa mund të fitojnë? 100. Më pas Allahu ka ra deri sa ka thonë nëse 10 prej besimtarve janë, sa mund të fitojnë? 20. Ka shku të ra. E tash Allahu po ju thot besimtarve ju jeni 320, sa shihni? 640. Tash ju keni ra 0-0. Tash ju jeni 0-0. Ani se janë 2 fish. 3 fishi është problem. Po 2 fishi ja. 2 fishi ju ma e dini që mund shpartalloni çdo ushtri, e cila është 2 fishin e numrit tuaj. Allahu tregon që ato i pan 2 fishin e numrit të vet. Thot Allahu e zvogloi numrin e idhujtarëve në sytë e besimtarëve. Dhe u shfaqi atyre 2 fishin e numrit të tyre në mënyrë që zemrat e tyre të forcoheshin dhe të merrnin guxim për të përballur me armikun. Ndërkohë, ata tashmë e kishin ditur se 100 prej tyre do të mposhtin 200, ose 200 do të mposhtin 400, ose 300 do të mposhtin 600 prej armikut. Por ama, Allahu të njëjtën kohë, çfarë i bëri numrit të besimtarëve për sytë e mushrikëve? E zvogloi. Allahu tash e zvoglon numrin e besimtarëve. Për të kuptuar vëllezër, kjo është faza e parë e takimit të shikimeve të dy ushtrive. Numri i mushrikëve në sytë tona ka ra, numri jon në sytë e mushrikëve gjithashtu ka ra. Kjo është faza e parë. Ato na shohin neve më pak, ne i shohim ata më pak. Dhe kjo do të shkon të shku të ra deri në përballjen e real të dy ushtrive. Atëherë thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu, thot, në ditën e Bedrit, ata na dukeshin shumë pak në sy, derisa i tha shokut tim që është për rreth meje. Sa janë be, mos janë 70? Thot, jo valla, më duket se janë pak më shumë, duket se janë 100. Ato janë 950. Abdullah ibn Mesudi e shikon fush betejën, thot, mos janë 70. Thot, jo, janë 100 dikundi. Endes janë ataku, po kur takohen, Allahu do ta lë këtë gjë në sytë e besimtarve. Numrin e vogël. Mirë, po do ta shton numrin e besimtarve në sytë e mos besimtarve. Andaj kjo rënje numrit të besimtarve në sytë e tyre do të ndrohet. Ndërsa tek besimtarët do të jetë e njëjta, sa që thot Abdullah ibn Mesudi, nuk e kuptuam, a ishim të luftuar me 1000 apo me 100 burra. Allahu i zvogloi ata në sytë e tyre. Andaj Allahu tha, dhe kur ju undeshet me ata, Allahu thot, idhil taqaytum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim. Thot Allahu, kur u takut ju zvogloi juve, zvogloi numrin tuaj në sytë e tyre dhe zvogloi numrin e tyre në sytë tua. E njëjta është. Andaj ju i shihnin ata si 2 fishi juaj, edhe pse ishin 3 fishi juaj. Pse o Allah? Liyaqdi Allahu amran kana maf'ula. Që Allahu ta çojë në vend një gjykim të cilin ai e pa caktuar. Gjithçka është përgatit që të realizohet premtimi i Allahut për pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nasraka alladhi wa'at. O Allah, fitore që ma premtove. Fitoria që Allahu ja ka premtuar nuk vjen kështu, nuk vjen meteor nga qielli i cili do të vret Ebu Xhehlin dhe ushtrinë e Ebu Xhehlit. Po a mund Allahu ta bëjë këtë? Po, nuk është e pamundshme për Allah. Megjithatë Allahu ja. Fen do rregulla fizike, po jo të gjitha rregullat fizike. Jo të gjitha. Që duket mundi përpjekja, disiplina dhe xhihadi i sahabeve fush betej. Por ndryshe pse dalin fush betejat? Pse dalin? E kjo nuk është në kundërshtim me fjalën e Allahu xhallahu ala që e përmendëm pak më herët. E Allahu e arsyeton këtë që e ka bën sytë secilës pak. Thot, "Walau arakahum kathiran lafashiltum wa latanaza'tum fil amri walakin Allah sallam." E po që se Allahu i kishte tregu ata në numrin e real të tyre,
Le feshiltum fil amr. Le feshiltum wala tanaza'tum fil amr. Ju kishit dështu edhe ishit përça. Do me thënë, atë vazhdojmë apo mos vazhdojmë luftë. Se nuk janë 2 fish, janë 3 fish. Walakin Allah sellem. Por Allahu shpëtoi. Çfarë shpëtoi? Hajde vese, mos foli veç unë. Prej çka ka shpëtu Allahu? Walakin Allah sellem. Pi përçarjes. Allahu ka shpëtu prej përçarjes. Wallahi rënja në përçarje, rënja në debatet kota, rënja që ne shpesh e qyna se janë debate produktive, shpesh lënë gjurë në zemrat tona, të cilat në të ardhmen mund të rezultojnë me përçarje. Dhe largimi nga çdo përçarje është ndihmë prej Allahut dhe shpëtim prej tij. Për këtë çka ka Allahu thot walakin Allah sellem, por Allahu është shpëtoi. Ty o Muhammed dhe sahabët e tu. Walakin Allah sellem. Për ndryshe kishit dështu dhe ishit përça. Por Allahu i zvogloi ata në sytë tuaj, andaj ju fitut vullnet, u fitut energji. As nuk u hap debat. A të vazhdojmë apo mos vazhdojmë? Hiç, nuk u hap debat. Nuk pat as një pikë përçarje. Gjithë prej sahabëve ishin vendosur për të vazhduar në luftë. Dhe vëllezër, nga kjo kuptohet që kuptimi i kundërt i ajetit është se muslimanët duhet shikojnë në marrjen e sebepeve. Apo? Ne i marrim sebepet, shkaqet për të korrë sukses. Megjithatë, marrja e këtyre sebepeve duhet gjithmonë gjatë marrjes së këtyre sebepeve të kemi parasysh kush është ai i cili i bën këto sebepe funksionat. Nëse Allahu është ai te bareke ve teala i cili i bën këto sebepe, shkojnë vend. Ne e çojmë deri diku, më pas e lëm dorë të Allahut te bareke ve teala. Ti e ke mbjell farën, e ke ujit, je kujdes, ke largu gjëra të cilat mund ta dëmtojnë, po bereqeti vjen prej Allahut te bareke ve teala. Nuk është në dorën tonë. Është në dorë të Allahu xhallahu ala. Andaj mos u mërzit me faktorët që ndikojnë në punën tënde dhe s'janë në dorën tënde. Mërzitu me faktorët që ndikojnë në punën tënde dhe janë në dorën tënde. Apo? Allahu të ka urdhënuar që të falesh, po të ka urdhënuar që si përgatitje për namaz, të marrësh abdest, pastrohesh, shkosh i qetë për në xhami. Këto faktorë që ndikojnë namazin tënd janë në dorën tënde. Po sa janë se vapet pastaj, ajo s'është në dorën tonë. Është në dorë të Allahu xhallahu ala. Andaj ne shpresojmë që Allahu të na fal edhe të na pranon ibadet. Pasi mushrikët i shohin muslimanë si kafshate lethon, kot ka fol Utbe. Apo Ebu Xehli është burr, këtë duhet ta pasojmë. Del Utbe ta shpaguje gjunahin që e ka bën, që është mundu ta bind ushtrinë e Kurejshve që të kthehet në Mekë. Dhe lyp 2 luftim. Jo ai vet. Jo, be ka dalë. Unë kom folë se s'bon çkem luftë, po të kallëzoj se kush është frikacaku. I thot vllaut vet Shejbes, ec këndej. I thot djalit vet Walidit, ec edhe ti këndej. Del përpara ushtrisë së mushrikëve dhe thot 3 prej burrave tuaj. Ne jemi njerëz njofshëm, me prejardhje të njofshme, dhe në mendjen e tij dikush na ka akuzuar se jemi frikacak. I kallëzojmë se kush është frikacak. Del Utbe me vllaun e tij, me djalin e tij, dhe përballë tij dalin 3 sahabe prej burrave më të mëdhenj të ensarëve. Muawidh, bite Harithit, edhe një burr i madh me shamit kuçe të njohshme në tokat e xhihadit në kohën e sahabeve, Abdullah ibn Rawaha, radhiyallahu ta'ala anhum ejma'in. Këto 3 dalin, mirë po Utbe thot tamam. Ju jeni njerëz fisnik, me prejardhje fisnike, po ne s'u njohim. Na bini ata që janë barabart me ne. Na bini kushërit ton. Jo ju. Nuk duam për atyre të Medines, duam për njerëzve të fisit ton. Duam për atyre të cilët kanë lënë vendin ton dhe kanë ndan luftë kundër nesh. Kështu që pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam, i cili në dispozicion kishte vetëm 70 e diçka prej muhaxhirinëve. Dhe kujt i thoshte pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam dil, kishte dal.
po ai nuk zgjedh më të largëtin. Zgjedh më të afërmin dhe më të dashurin tek ai. Zgjedh Luanin, Hamza ibn Abdul Muttalib. E zgjedh Aliun i cili ishte si i biri i tij, se në atë kohë nuk ishte pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam djalë. Apo, baban se ka, bab s'ka, vlla nuk ka axhën edhe ka djalin e axhës i cili është rrit në shtëpinë e tij. Dhe e ka martu vajzën e tij. Këto janë dy njerëzit më të afërt. A ka tjetër më të afërt? Po. I thot Ubejdes. Ubejde ibn al-Harith ibn al-Muttalib është djali i axhës babës pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ço Ubejde. Buri shtyr në mosh. Ubejde do të luftoj me plakun e këtyre treve. Utben. Dy nga njerëz prej njerëzve me autoritet në Mekë. Këto dy tjerët, Hamza edhe Aliu, do të shpartallojnë Walidin dhe Shejben në moment dhe do t'i vrasin. Por do të mbetet dy luftimi mes Ubejdes edhe Utbes. Ai i cili ka dalë për t'i dëshmuar Abu Jehlit se unë jam trim. Dhe do t'a ban kurban vllaun edhe djalin e tij. Edhe do të bjen kurban vetë në luftë kundër pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kështu që emri Utbe ibn Rabi'as, edhe pse tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, nëse në mesin e tyre ka hajër te njeriu me deve të kuqe, ai do të jetë prej 4 të parë të vrarë nga ushtria e Qurayshve. Nga se krenaria e tij se përpara gjithëve dikush i ka thënë ti je frikacak, nuk e la. Andaj doli vetë dhe u vra djali i tij Walidi dhe u vra vllau i tij Shejbe. Në safin e muslimanëve, një prej familjarëve të tyre e sheh këtë skenë. I vritet baba, i vritet vllau dhe i vritet kush? Axha. I sheh këto me sytë e tij. Mund thosë ja Rasulallah, talon njanin talon. Utbe e ka lëndu Ubejden. Edhe ky e ka lëndu këtë tjetri. Thot Aliu radhiyallahu ta'ala, pritën edhe se cili i ra ati, do me thonë shoqit me cilin luftonte, edhe pastaj u qumë unë edhe Hamza dhe përfunduan punën me Utbe ibn Rabi'an Abul Walidin. Pastaj e morëm, thot Ubejden, dhe e qumë tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Më pas Allahu zbriti për këta 6 burra ajet. Tha Allahu Jalla wa Ala në surën Al-Hajj: Hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Këto janë 2 tabore të cilët u zunën për Zotin e tyre. 2 tabore që janë zonë për çka? Për interes dynjaje. Që janë zonë për biznis, për tregti, për diçka. Janë zonë për hir të Allahu Jalla wa Ala. Këto thonë Zoti jonë është Allahu, këto thonë ja, Zoti jonë është Allahu. Thotë Allahu, hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Këto 2 tabore janë zanë për Zotin e tyre. Felladhina kafaru. Thotë ndërsa Allahu thotë, felladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Ndërsa mos besimtarët prej këtyre 2 taborëve, atyre do t'ju qepen tesha prej zjarri dhe do t'ju hudhet mbi kokat e tyre ujë val. Dhe vazhdon Allahu në ajetet në vijim, tregon format e ndryshme të dënimit për Utbe ibn Rabi'an, për Al-Walid ibn Utbe dhe për Shejben vllaun e Utbes. Nuk është çështje në dynja ka vdek dhe ka shku. Dynjaja është e kalueshme. Është çështja çka bëjmë ne para se ta përfundojmë dynjan dhe cilat janë pasojat se si e kemi përfunduar në dynjan. Ky e ka përfunduar dynjan duke luftuar Allahun dhe pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezër thash, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nxori njerëzit më të dashur të tij, këto 3 burra. Ka mund ta zgjedhë cilin do prej sahabëve. Ama ja, dush ideal, dush arritje madhështore të këtij ideali, dush një vizion të cilin ne mundohemi me dekada të zbatojmë. Ama ma ta afërmit e mia, ato valla letrin rahat shtëpi. S'mundet. Nuk mundet Allah. Nëse dikush ka shiju dhimbjet e thirrjes në rrugën e Allahut, në lëkurën e tij dhe në lëkurën e më të afërmve të tij, ai është pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thonë Hamza, çu, Aliu çu mini herë. Nuk është as Muadhi, as Muawidh, as Abdullah ibn Rawaha, asnjëri nuk është. Ju 3 dilni. Dhe të 3 kanë dalë, asnjëri nuk ka thonë ja Rasulullah, bon këtë tjetri. Edhe pse Ubejdia ishte i shtyr në mosh. Ani. Ky i shtyr mosh lufton me atë i cili është i shtyr
në moshë. Mbasi vritën këta 3 prej krerëve të mushrikëve, ushtria e Qurejshve sikurse inatoset para çka ka ndodhur. U bën 4 të vrarë, apo? Dhe në momentet e para të sulmit të tyre do të vriten disa prej muslimanëve. Mesin e tyre është një njeri emrin e së cilit shumica prej muslimanëve nuk e di. Mirë po emri i tij është i regjistruar për gjithmonë në emrin e shahidave të Bedrit. Mihja, Maula Umar ibn al-Khattab, radhiyallahu ta'ala anhu. Ky njeri Mihja ishte sklav i liruar i Omerit radhiyallahu ta'ala anhu dhe shoku i afërt i tij. Dhe prej të parëve, madje i pari prej muslimanëve që vritet në betejën e Bedrit është ky sahabe, Mihja, radhiyallahu ta'ala anhu, që vritet në këtë betejë. Më pas vritet ai djalosh emrin e së cilit e kemi përmend përpara disa ligjëratave, Haritha ibn Suraqa, i cili nuk ishte pjesëmarrës në betejë. Madje atë vret një shigjet nuk dihet prej nga ka ardhur. Ka ardhur nga ana e muslimanëve apo nga ana e mosbesimtarëve mushrikëve. I bjen shigjeta në fyt dhe Suraqa radhiyallahu ta'ala anhu ishte ishte djalosh i ri, i cili si kish bas 15 vjet. Andaj pejgamberi sa nuk e kish marrë në fushën e betejës, po e kish lënë atje mbas te bunari. Madje ai tupi ujë, i bjen kjo shigjet dhe vritet radhiyallahu ta'ala anhu. Po shënon Imam Buhariu dhe Muslimi. Nga Enesi radhiyallahu ta'ala anhu se nana e Harithes erdhi tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe po i thot pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam: Ja Rasul Allah, më trego për Harithen. A ka hyrë në xhennet e ne të bëj sabër, apo nuk ka hyrë në xhennet edhe ta vajtoj deri maksimum? Nga se ndalesa e vajtesës nuk kish zbritur. Ndalesa e vajtesës do të vjen cilën betej? Në Uhud. Ndalesa e vajtesës do të vjen në Uhud. E nana e Harithes thot: Ja Rasulullah, ai ka dalë me ju në luftë, ama ai nuk ka qenë prej pjesëmarrësve në luftë. Ai ka qenë prej fëmijëve, të cilët janë shoqëruar disa prej tyre sikurse Enesi, po nuk kanë marrë pjesë në luftë. E ne i ka rani shigjet, nuk e dim për nga ka ardhur. E fil gjenneti fa asbir, është në gjennetën të bëj sabër, gjenneti Allahut. Apo nuk është në gjennetën të vajtoj deri në maksimum. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: Ja umme Harithe, o nana e Harithes, innaha jinanun fil janna, nuk është një xhennet, po janë xhennete në xhennet, nuk është një xhennet. A një xhennet e mendon? Në transmetim është transmetuar që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Harith, o Harith, a ki e mend në kuptimin ton, fjalët tona. Innaha jinan, janë xhennete, nuk është një xhennet. Wa inna ibnaki Haritha asaba al-firdaus al-a'la, ndërsa Haritha i biri yt ka fituar firdausin më të lartë. Haritha radhiyallahu ta'ala anhu ka fituar firdausin më të lartë. Dëgjoj çfarë thot Ibn Kathiri për Haritha radhiyallahu ta'ala. Ky hadith thot përmban një veçori të madhe mbi vlerën e pjesëmarrësve të Bedrit. Ky është një i cili nuk ishte në zemrën e betejës, por vetëm vëzhgues nga larg. Ky nuk është në Hamzën, me Aliun, me Mihja dhe të tjerët. Ky është një vëzhgues nga larg fëmijë. Thot ky nuk ishte në zemrën e betejës, por një vëzhgues nga larg dhe u vran nga një shigjet e humbur, ndërsa ishte duke pir ujë. Megjithatë, me këtë qëndrim të tij atë ditë, arriti të fitoj firdausin më të lartë. Nivelin më të lartë xhennetit, dhe që është mesi i xhennetit dhe vendi prej së cilit burojnë lumejt e xhennetit. E nëse kjo, thot Ibn Kathiri, thot shumë, nëse kjo është pozita e një njeriu që nuk kishte përballë armikut në ditën e Bedrit, çfarë mendon për atë i cili ishte përballë armikut me një ushtri e cila ishte në numër 3 fishin e ushtrisë muslimane? Çfarë mendon për Mihja radhiyallahu ta'ala dhe sahabët tjerë të cilët do t'i përmendim dhe të cilët kanë rrahë shahid në betejën e Bedrit? Ibn Kathiri aludon hadithin e njohur që e shënon Imam Buhariu nga Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu, që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam pa tha: Në xhennet ka 100 shkallë që Allahu i ka përgatitur për mujahidët në rrugt Allahu xhella xhelalu. Në xhennet ka 100 gradë që Allahu i ka përgatitur për ata që luftojnë në rrugt Allahu xhella xhelalu. Mes çdo grade dhe tjetrës ka hapësirë sa mes qiellit dhe tokës. Një gradë dhe tjetra
sa mes tokës dhe qiellit. Vazhdon dhe thot, dhe kur t'i kërkoni Allahut, kërkoni Firdausin më të lartë, sepse ai është më i larti dhe më i mesmi prej xhenneteve dhe mbi të ndodhet arshi i gjithë mëshirshmit dhe prej tij burrin lumejt e xhennetit. E Haritha asab al-Firdaus al-a'la. E fitoi Firdausin nga sa atë ditë ishte në ushtrinë e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me detajet tjera gjëra të ashme. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ju shpëlbeft.